rreth 300.000 shqiptarë në ditën e Bajramit, që e ka pengu gjakmarrjen. 99% gjakmarrje nuk ka në Kosovë. Ka vrasje, jo gjakmarrje. I kemi fenomenin në Shqipëri. Doj dytë e rastë të treti është merr hak gjakmarrjen. Të na, ky fenomen është shëru. Qa po lypin marta në xhami tonë, kanë qenë 16 prifta ditën e Bajramit tu. Është vra djali i tij nga një fshatar i besimit katolik, edhe mas i ka po vrasje në detyru me lëshu atë dheun, me lëshu qabiqin, vrasje si me u kthy në Kosovë. Atëherë e fali se i duhet Kosovës nona, si nonë. Dhe me thonë, nona nga ka shti dorën, nona ahin nodë, nona ka thonë djalit, ka thonë bashortit, ki me falë, mote ka thonë dhavit, ki me falë. Ai që ka me falë, thët në emën të Zotit, në emën gjakët dëshmorëve, në emën të rinjës kosovare, në emën të poplit, në emën të tarbët Kosovës, unë du me falë gjakun, du me falë adhevt, du me falë për hirtë Zotit, për hirtë poplit, për hirtë kombit. Përshëndetje miqtë e mi të mediumit shqiptar që krejt nga Onadea. Sot ndodhem në fshatin Bubavec, tek Muzeu i pajtimeve të gjaqeve dhe kauzës kombëtare shqiptare, ku tash do të bisedoj me Hoxhën Xhevat Kryeziu rreth pajtimeve të gjaqeve. Përshëndetje Hoxh, si jeni? Përshëndetje, mirë se erdhët. Si mirë si vëgjeta, mirë faleminderit. Ti si je? Faleminderit që keni gjetë kohë më ardhë në muzeun në fshatin Bubavec, më na vizitu, edhe na mi falos pikpamjen tonë dhe punë dhe angazhimin e këtij muzeut. Knaqësi edhe për neve. Faleminderit. Këtu ndodhemi në fshatin Bubavec, në muzeu. Muzeu i pajtimit gjaqeve dhe kauzës kombëtare. Trego pak fillimisht për muzeun. Vetë fjala muze e ka kuptimin e vetë dhe këta karakterin e vetë kombëtar e njerëzor. Këtu, pse ky muze këtu, po spjegoj se këtu është bë me 26 prill 1990 është bë pajtimi i gjaqeve. Jenë të bu, si mbas profesor Dr. Muhamet Piraku, dikon rreth 300.000 shqiptarë në ditën e Bajramit, dhe jenë falë shumë gjaqe, shumë plak dhe në katresa, dhe ka qenë një tubim shumë i madh popullar. Si mbas profesorit pra po thamë, ka qenë tubimi më i madh ndër shqiptarë mbas luftës dytë botërore, ky ka qenë tubimi më i madh. Dhe pastaj mbas asaj ngjarje kemi vendosur që tu lam gjenerata të reja një testament, një trashëgimi, një rrugtim tonë, një punë tonë, një sakrificë umblime, edhe me pa gjenerata të reja, ka kemi kalu fazat, etapat historisë, ka kemi kalu ky popull, ka rrugtu deri në ditët e sotme. Dhe ky muze e ka paraqitur 4 shtylla. Shtylla e parë është lëvizja studentore, angazhimi studentëve, se studentët nisin pak nasive, se ishte shtypja, mizoria, barbaria serbe mbi popullin shqiptar, dhe i burgosti intelektualët me studentët me gjithçka që është shqiptare, u suprimua autonomia e Kosovës, gjithçka, dhe është dash dikush më ndërgjegjësu edhe më vendisu edhe më qunë nga gjumi edhe me fillu me bëni diçka të mirë. Edhe rinia studentore ishin burgosje politik, ata edhe bashkë me minatorët e nën tokës, edhe kjo zon, një dhe kjo kushtrim që të bëjmë diçka të pajtohemi, të afrohemi me vetit, të ketë komunitet, se e kjo shumë luftën pa shmangshë rreziku në apritje Serbia armatosje, Serbia kishte plan më na shfarus, më na largu, më na debu nga këto troja dhe filloi aksioni i parë, filloi për pajtimi i kombit shqiptar, përgatitje e kombit, masovizimi, bashkimi, afrimi, që të bëjmë diçka edhe vërtet ndodhi ajo ashtu si ndodhi. Prandaj ky muze paraqet fazën e parë lëvizja studentore, faza 2 minatorët, faza 3 lëvizja pajtimi gjaqev, faza 4 lufta shtypja shqiptare të Kosovës dhe shtylla bashkë me luftën është edhe pavarësia e Kosovës, edhe njerëzit kanë kontribuar në realizimin e kësaj dite madhore që për ne është diçka e madhe kushtatuta e Kosovës. Më trego pak sa raste të gjaqeve ke pajtuar dhe si ndodh? Unë personalisht apo grupi apo lëvizja? Jo personalisht. Unë personalisht kam marrë pjesë në shumë pajtime, dhe me thonë këto janë 40 Bubavec që kam marrë pjesë, kam marrë pjesë në 126 të Vera të Lukës, kam marrë pjesë në kuvendi Plishinës, kam marrë pjesë në kuvendi Zllakoçanit, kam marrë pjesë në shumë kuvende, dhe më pastaj edhe pas luftës unë me 2-3 shok, me Mullah Fetahin, me Januz Mazrekun, e do shok, i kam dikon rreth 75 gjaqe, 16 janë të motivuar nga arma zjarrit, të tjerë të akcidentet dhe janë rreth 400 pajtime, dikon mbi 2500 seanca. Vetëm pas luftës, që i kam evidencuar dhe që i kam shënuar, i kam vendosur edhe libra janë. Ne një grup njerëzish nuk kemi ndal, ishte nevoja atëherë edhe sot, edhe ka nevojë, edhe për çdo ditë ka nevojë, edhe unë
si Xhavat nuk kam mendu që masi të realizohet pavarësia e kopit shqiptar, ose zhvillimi i Kosovës, edhe të vinë institucionet tona të dalur nga vota popullit, të zgjedhur nga vota popullit, mulla Xhavati më marr me këtë fenomen. Kam mendu që institucionet, Ministria e Drejtësisë, gjykatat i kryjnë të procese. Po ajo që mentaliteti është i tillë, edhe po duhet ne akoma më marr me këtë fenomen. Po duhet më ndihmu njerëzve me i shu problemet, me i shu konfliktet, me i shu të lashet, edhe po në ndëgjojnë dhe kjo pa në motivën që na me vazhdo punë mas moral, se mos i po mujë me kontribua dhe me mujë me i badi kuna mirë është mirë. E cila është arsyeja kryesore që ende ndodhin gjakmarrjet në shoqërinë tonë? Jo, tu po të përmirësoj. Lëvizja Pajtimi i Gjatë që si sukses vetën e ka që e ka pengu gjakmarrjen. Se nuk po mujnë me pengu vrasin, se gjakmarrjen e kemi pengu. 99% gjakmarrje nuk ka në Kosovë. Ka vrasje, jo gjakmarrje. Dhe më thonë, këtë drejtim kemi punu. Edhe këtë drejtim është bo e jashtëzakonshme. Dhe më thonë, në Kosovë nuk ka gjakmarrje. Vrasje ka, po gjakmarrje nuk ka. I kemi fenomenin në Shqipëri. Atje, gjakmarrje të një të shpeshta, në çdo rast, dytje rast që të jeti është merr hak gjakmarrjen. Të na, ky fenomen është shëru. Lëvizja Pajtimit bashkë me njerëzit, se vendet mirë, shtëpitë mirë, e kemi arrit që me shëru këtë blau. Dhe më thonë, gjakmarrja në Kosovë është frenu, edhe është pengu gjakdjenë sulmenale. Ai që e falë, ai e ka flamurin, ai e ka lavdatën, ai e ka meritën, ai ka respektin, edhe jo rasisht që kemi shkuar atje, ata që kanë ju jeni krenaria kombiton, dhe më thonë, e kemi shkruar se që ta që kanë falë, ju krenaria kombiton, ta kanë falë. Tonë këta burra që shihen këtu, kanë falë në Bubave Sadit. Këta burra, edhe një pjesë e madhe që nuk janë tu, po ta që ju kryesisht që kanë falë aty me këtë datë, me datën 26/1/19. Dhe më thonë, krenaria kombiton një qëta që kanë shtitur Pajtimit. Këta kanë me këtu, ne kemi qenë të marrë gatë. Punën e madhe kanë bërë këta që kanë shtitur Pajtimit, se nuk është lehtë me falë një gjak. E ka pas raste ku kanë refuzu? Po, ka pas raste dhe ka sot edhe raste që s'janë mujtë me kry. Edhe sot ka, po jënë pak. Jënë ata raste në llogaritën gjishtë. Pjesa e dërmues të thonë rreth 2000 gjatë që jenë pajtuar në Kosovë, se mo probleme kontestave të ndryshme, i personi juridike ndryshme, aty me minja që kena kry. Edhe sot asë ditë. Pardje me datën sa data 13, me datën 10, kemi nxjerrë 3 vjet besë për një rast, një gjak. 3 vjet ja kanë nxjerrë besë. Më thonë, ajo familje 3 vjet nuk ka kësaj vetë që kemi do të shkap se na ka dhënë besë familjare. Familja Kelmendi ka balin se ka dhënë besë 3 vjet. Familja Skasic që ka pagarusha Malishevës. Do të thotë kjo është një preventiv, kjo është një mas sigurie që ajo familje vazhdon rrugën, edhe ai ka dhënë besë dhe më nuk e prek me gjithë fjet nuk e prek. E si e shën ju rolin e shtetit dhe institucioneve të parandalimit? Institucionet tona, bodh në shërbim gjukatat institucionet tona janë relevante, që kanë edhe mundësinë e ekzekutivit edhe bojnë punë, po është problem me i pengu gjithase duhet në rastet aty para ty, po sidomos ato raste ku e kuptojmë në që kanë probleme, janë shkendijat e problemit, ne intervenojmë e pengojmë, po ka raste që ndodhe aty para ty. Do që s'jën as policia, që s'është as gjyqësia, s'është as udhëzëvati aty me shok, edhe ndodhen. Mirë, po aty ku e hetojmë, aty ku e shohim që ka mundësim me ndërhyjmë, me ndërmjesu, kemi ndërmjesu dhe kemi kryer shumë punë. Po unë tu kam qenë që për shembull me Anton Qetën, që ku ashtu do marr sopi, tu kur kam qenë për shembull në Zllakoçan. Që Zllakoçani. Këto po thotë në ditën e Bajramit, a? Shtrihet dora e Pajtimit. Ajo dita e Bajramit tu Zllakoçan, ju marrin kishën këtu, që në kish, që ku këtu i peshëve, i ndjeri marr sopi. Edhe ditën e Bajramit për Pashkë, që në Zllakoçan me grupin. Pajtimi i Gjatë Zllakoçan, 15 dita e Pashkëve ka qenë tu. Po as dita e Bajramit tu dita e Pashkëve. Pse ke shku në kishti? Kanë pyet polici inspektor Serb, çka ke lyp shku në kish? Ka interesu qëllimi pse një bo bashkë. Ti si mos e më ne ki ndalume me shku në kish, s'kuza me shku në kish ti. Qa po lypin marta në xhami tone, kanë qenë 16 prifta ditën e Bajramit tu. Qa kanë lypë ata marta, kanë ndalume marë në xhami. Ne kemi thënë jemi shqiptarë, kemi një gjuhë, një tradit, një këm, besimin a dalë për jena vlazën, besimi që është shpirtnore. Po ata i ka prengojë, pse? Pse ju pa bashkori kanë dasht me na fut vjene për xhamis edhe me vlazët besimin katolik. S'kemi pranu, s'kemi leju, edhe jemi këtu jemi falë Zotit e angazhimit të njerëzve, përmëtarëve, burrave, edhe jemi këtu ku jemi sot, se Serbia ka tentuar më na përçarë.
Se një servisi më na përqa. Më trego pak cili ka qenë raste i pajtimeve të gjaqeve ma i rana, apo ma preks për ty me qenë se krejt janë të rona. Të në rastet, cilët jenë falë, jenë raste, jenë të rana, jenë dhimshme, të jenë motivume nga një motiv, pa më varsisht, po të në e kanë dhindër e madhe, jenë për cilë me emocione, jenë me lëtë, po për shumë dhe kemi një rastu që e kom përmen shpesh edhe du të përmeni, për shumë Rustem Gashi nga Qavici i Klinës, është vra djali ti nga një fshatar i besimit katolik, edhe e mësi ka po vrasë në të turu me lëshu atë dheun, me lëshu Qavicin, edhe ka dalë jashtë Kosovë shku në Kroaci. Atë jashtë a vendos. Edhe kjo, kur kemi bisedu për me falë, ka thonë, unë nuk me falë se kam një kërkesë, se kam një kusht. Edhe Lëvizja s'ka dashtë kushte, s'kemi pranu kushte, se kanë qenë kushtet e rana, kanë qenë kushtet e paka përcyshme, dhe më në fundi kur thëtë është mirë me marë pëlqimin tim. Thëtë qka farë kushtit, kur në thamë, hajde qa është taj kushtit, thëtë kusht jam është vrasësi me u këthy në Kosovë. Atëre e fali se i duhet Kosovës, djemë të ti, familja ti, se nesa pasjesë duhet me qenë ushtartë Kosovës. Edhe ashtu ndodhi, edhe Rustem Gashi e ka falë me që të më të vetëson, që më këthy vrasësi, që të gjithë kanë dërshirë vrasin me largu sa ma largë dhe s'me pa me sy, kjo thëtë vrasin e të kthejet në Kosovë. Më thonë, është një akt patriotik, një akt heroik, se së në banë kush këtë gjest që ka po kjo burë. Kjo Rustem Gashi është i ndjerë. Pa dhe një familje shmërkullushme, edhe ka në këtë testament e këtë mjëzi që ne pe përmenim. Të flasim pak edhe për fotografi tjera. Më trega për Hanife Bellani Buzhala. Hanife Bellani Buzhala. Po. Kjo në Hanife e ka falë lajmin e gjakit vetë. Është një nënzoja, edhe nënzoja nuk ka këtu, edhe do të bi këtu nënzoja nga fshati Kravasaji e Malishevës, edhe nënzoja, edhe e ka falë, edhe shumë nona kanë falë. Më thonë, nona o po sebep, nona ka zga dore pajtimit. Arritëm, Lëvizja pajtimit zeshë, arriti me faktorizu femnë shqiptare në odën e burave, me marë vendim. Nona, si nonë, dhe më thonë, nona nga ka shti dorën, nona ahin nodë, nona ka thot djallit, ka thot bashortit, ki me falë, mote ka thot dhavit, ki me falë. Dhe më thonë që kemi faktorizu edhe kemi lartësu faktorin femën në odën e burave. Dhe më thonë, Lëvizja ka po këtë punë. Dhe më thonë, na ka nimu shumë, nana tona, edhe me bura, po na ka nimu dhe në familje, edhe gjithë bashkë, edhe kemi ardhe këtu ku jemi. Edhe nën Hanifja, nën Zoja, e shumë nana tjera. Ju keni pa në të vera të Lukës, del një nanat e nëmën 6 motra të falim vetëm një vlla. Në të vera të Lukës, që kuma vera të Lukës, aje ka dalë mbim, aje nane ka falë. Dhe më thonë, nëmën 6 motra ka falë, qakun e vëllë, dhe më thonë, gruja ka zadorë, dhe më thonë, në ka ndimu faktori femën, faktori non, faktori motër, faktori bashkëtorë, në ka ndimu në Lëvizja pajtimit gjaqeve dhe ishte merita aty në dhe sukses ishte ty. E qëfar fjallë thuhën aty kur vjen momenti pajtimit? Kur vjen momenti pajtimit, ai që ka me farë thët në emën të Zotit, në emën gjakët dëshmorëve, në emën të rinjës kosovare, në emën të poplit, në emën të tarmët Kosovës, unë du me falë gjakun, du me falë adhev, du me falë për hirtë Zotit, për hirtë poplit, për hirtë kombit, edhe këto jenë të fjallë që jenë prejkë se që ne i përqilë me le zakonisht. Së është një diçka veçan, një diçka madhe. Edhe për të në ato pajtimit jenë përqilë me letë, jenë përqilë me vajse, është shumë edhimshme. Po, është shumë krenare. Më thonë, ta burra që kanë shtu pajtimit, ta është kërnarje komitor, ta kanë bërë punë e madhe, na kemi qenë veç argat si bleta që ka të bu nëktarin në lule e kemi vendosur në setar Kosovës. Në cilat raste ndodh kur gruaja, nana apo motra në odën e burrave e fal gjakun? Në të familje ku femnat kanë ndikim, e kanë respektin, femnat që kanë vizion, edhe na ka ndodhë, kemi shku me bisedu, se aja ka pas djalin dash me fol me nanën, aja ka pas vlla dash me fol me motrën, dhe me thonë, me i bind tanë familjarët që ata mu da kur du tanë një zeri e më na falë. Pra di këtu ka qenë arsyeja, jo pse s'ka pas të një mashkull, që kjo nën Hanife ka pas burë, ka pas djem, për ka falë
e ka falë gjakun e vllavit, se ka pas vlla dhe ka pas mandatin me falë, në të bukurave na ka falë. Ka mundi kush me falë, po ka dashur me na naru dhe na kena pasur që edhe kjo edhe nën Zoja, edhe shumë nëna tjera, edhe shumë motra tjera, edhe shumë që një numër i madh, një armatë e madhe femrë që na kanë ndihmu edhe i ka shtyr proceset rrethore të pajtimit gjaçë. E çfarë mesazhi ju dërgon familjeve që ende jetojnë të mbyllura nga frika e gjakut? Jo, unë ju bëj mesazh ata cilët nuk e kanë falë, le të banë burra të fortë, le të radhiten në vargun e atyne burrave që në ndihmon në realizimin e aspiratave tona të ta qesin një gurin në ndërtimin e kalas, e tanë me stol le ta falin gjakun, le të shkojmë ka pajtimi, ka uniteti, ka bashkimi, se vetëm kështu mujë me përpara, vetëm kështu na do Zoti, edhe vetëm kështu i ka japom shembull të mirë edhe në Ballkan, edhe në Evropë, edhe në botë. Uniteti, afrimi dhe pajtimi. Pra, lëvizja pajtimi gjaçit ka promovu vlerët e unitetit kombëtar. Kështu është ai thelbi bërthoma e lëvizjes. Çka ka bëu? Lëvizja ka promovu vlera, ka promovu pajtim, ka promovu unitet, ka promovu bashkim, po sikur ta ke zonë lufta me këto telash me këto gjakë. Sa do duaj rrah me zeti. Prandaj besa pajtimi gjaçë e bani që në me qenë bashkë, edhe në nisë i kam kanë qenë, edhe ai që ka falë, edhe ai që ka vra, ishin bashkë, edhe kanë qenë si dy vllazë, si dy mbresë të Kosovës, edhe e kanë ndihmuar një tjetrin, edhe e ka bërë shpinën një tjetrin. Do të e ka bërë lëvizje pajtimi gjaçë. E kanë bërë ata që kanë shtitur, ata që kanë kuptuar peshën e unitetit të pajtimit të bashkimit. Pra janë këta burra. Edhe ai shkrimi i lartë. Edhe shkrimi i lartë atje, pra. Edhe ai shkrimi i lartë. Ju kanë një komiton, po. Na lexo pak. Po. Kjo është, ta kemi shku, është citat kuranor, në kapitulin Ali Imran, kur Zoti thotë, ata që poshin zemrimin ty do falin fajet njerëzve, Allahu do bë mirë. Atë Zoti don ata që do na pajtojnë. Po. Andaj pajtoni o vëllezër tuaj me distyre El Huxharat, ajeti 10, ose fjalë e Zotit. Domethënë, kur po bëjmë ku je inspiruar, jemi inspiruar te fjala e Zotit. Zoti po na mëson me shtitor pajtimit, mu afro mu bashku me tjetër. Është citat kuranor. Që 1400 sa vjet kjo fjalë është. Po flasim pak edhe për këto fotografi tjera. Këto janë disa nga kuvendet e pajtimit. E thamë më herët, vendi i Lakuçanit. Këtu është kuvendi i Likostit. Ja ku e keni Adem Jasharin këtu. Po. Që ku Adem Jashari? Adem Jashari në kuvendin e Likostit. Më kanë thonë, jes ka qenë edhe në Bubajs, ka qenë dikun mrapa. Unë se kam pa, dikush më ka thonë, ka qenë Ademi në fund. Zoti e din, kështu më kanë thonë. Edhe Coca-Cola. Edhe këtu që këtu në Likos, jo në Bubajs Likos shihet. Bubajs nuk është, nuk kamera sa ka rrugë. Këtu është një pajtim. Gjakun e vajzës. Po, këtu fat gjakun e vajzës familja gashin nga Çabiçi. Domethënë në pajtim xhami që bën mas lufte. Këtu një grup një delegacion ku kemi qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi pajtuar 22 gjatë që shumë plagë nga katresa, që kjo lëviz tabura jemi që kemi qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës vitet 90. Këtu është pajtimi, këtu është pleshinë e kuvendit i pleshisë Farizajt, këtu u buj, Anton Qeta me Kali këtu. Këtu një grup pajtimtar të shku në pajtim. Këtu janë verat e Lukës, që e pajtimi i verat Lukës, ai nartur verat e Lukës. Po këto është pe pajtime gjashtë në fshatin Krajkov të Drenasit, me datën 23/2 në 90. A lëvizja parë ka filluar me 2 shkurt 1990 në Krajkov me 23/2. Do të thonë, pi bjen mas 22 ditë. Në katën tame. A? Në katën tame. Atë Krajkov e Po. E Krajkova, që ku, do të thonë, në nëdheqen e burit madh afishalës që sa do shtish dukun. Po. Kjo është pajtimi në Krajkov. E këtu çka kemi? Tu tash, ki të shtupeqi Rrugovës, edhe këtu. Edhe këtu. Aja, Miradia Muriqi që është si aktore, e ka falë këtu ka qenë, ka një intervist, e ka falë gjakun e babës në shtupeq që e ka falë Miradia Muriqi. Dhe me thonë, femre ishte për femre para Miradia që ka zgatore e pajtimit. Tu është familja Anton Qetës, po, dhe tani gradualisht kemi ardhur deri te lufta u UÇK-s me familjen Jashari. Domethënë pas pajtimit gjaçev, pas afrimit me një tjetrin, jemi bashku, jemi besatu, jemi bë bashk me mbrojt adhem tonë, me mbrojt të troje, familja Jashari ra kurban, edhe ka filluar lufta u UÇK-s me ton ta burra, ton ta jenë vra. Krejt ta jenë vra, po të jenë miniatur, të nëse jenë 100 vetë, jenë edhe 1100 që jenë tu, nëse jenë 500, jenë edhe 2000, 5000 që jenë tu,
po s'kena pas mundësi se vendi ishte i vogël, financimi ka qenë i njerëzve, i kontribut me vetë kontribut njerëzve me vëndet mirë, në ma institucionet nuk më ka ndihmu, edhe jemi detyrou me më këtë shenjë, me në këtë testament me forca vëndatare njerëzve bamirës, që atje jetë shënun tonë, kush ka thonë çdo cent atje është shënimet. Dhe më thonë, këto një të vëranë. Kemi në gradualisht, për këtyre, ka arë pavarësi më 17 shkurt, ashtu më thonë që akon kryeministër, Fatmir Sidia president, Jakupi kryetari i parlamentit. Edhe këtë pavarësi e kanë fuqizu këtu shihet Bill Clintoni, që pa faktorin ndërkombëtar që shumë të më qenë, pa NATO, pa Amerikën, o të bratja, Tony Blairi, Vjen Valkeri që është masakri i Rasakit Nesra, edhe është atje Wesley Clark që i ka shkuar forca serbe, i ka dritë me armatimin e NATO-s edhe kështu. Domethënë simbolika e djegës, që xhamia jonë e djeg, kjo, që ku jemi, kjo është e djeg, në gjimnazi kia është i shkatrum, simbolika e djegës, atje masakre, që ku masakre e Rasakit atje, një fotomontaj. Tu kena masakre të Malishevës, Javicit, të memoriali i Jasharëve, tu kemi nga Shqipëria simbolit Tari Sinoni, që ka është dek për të e shqiptarët Tari Sinoni, edhe kështu që na mundu me i përfri miniatur, ka pak sa me i kujtu dhe me pasur tu. Kjo skenë ka qenë në Malishev, policia ta këtu, to për fat ka ardhë Bob Doli ka ardhë me Gjash Shatuk, kanë ardhë në Malishev, edhe i kanë shtu që ta pa i përshkatu, se policia që i ka dur mrapa, ka dash me i përshkatu, disa për tyne i në vram, ka gjune për burgja dhe ndej. Ta kanë shpëtu. I ka shpëtu për 10 minuta një delegacion amerikanë. Ne lexo edhe këto. Kjo është Adem Demoqit, jo ati që ngre gishtin e krimit, por ati që është një dorë në pajtimit Adem Demoqit. Më thënë si, në librin e ti Gjarpet e Gjakut e ka këtë thonjë dhe për që ta dënu 14 Adem Demoqit. Për që të fjallë. Po drejtësisht. Që ku ashtu Adem Demoqit, që ku literatura që libret Adem Demoqit, që Gjarpet e Gjakut, që ku libri këtu. Më thonë, kjo është rrugtimi shqiptarëve gjatë historisë, me sakrifica, me vujtje, me vështirësi, po fund farë Zotit kjo për në gëzën që e kemë pavarësinë në Kosovë, dhe ka njofti që në 23 shtete, jemi shtet, inshallah rrugtoj mirë, synojmë dhe realizojmë dëshirat tona, synimet tona, bëmi një shtet i fuqishëm dhe modern në botë, edhe inshallah në një Zotit. Ashtu po shpresojnë edhe. Faleminderit shumë. Respekt, faleminderit që gjatë kohë edhe na vizitut.